Ne jemi pa fat, po them. Unë e meri, prandaj jemi ulur të krah. Të betohem, po. To nuse që do të vinë ke shtëpia. To s'do din gatuhen në Stojku. Si s'do din? Do të na hudhin nga drita. Jo, do të din të bëjmë porosi. Unë nuk mendoj se nusët e sardmës janë kaq keq sa por mendoj diçka tjetër. Kam vënë re në fakt që gocat të paktën në moshën 20 deri në 30 vjeç kanë shumë kërkesa. Unë nuk jam kundër kërkesave dhe jam shumë dakord që gocat t'i din mirë pritshmëritë që kanë tek njerëzit e tjerë, çfarë kërkojnë gjitha me radhë. Por ka ndonjëherë ca sjellje që shikoj te gocat sot, realisht sikur kanë zbritur nga sarajet, sikur kanë haruar se ku kanë jetuar, sikur kanë haruar se si janë shkolluar, se si kanë sakrifikuar prindrit e tyre për t'i sjellë. 10.000 euro në muaj, ato vetëm për tualet. Ato do jenë nuset e Stojkut, e kupton tani ti? Dhe për më tepër jam të informuar a gabim për gjendjen time. Dhe Stojku ka një të keqe që Stojku vazhdon me mendon. Po. Është i vjetër në mendon. Bur zamani. Ne jemi konservator, gazin liberal. Po, gazin e kemi modern. Unë me thënë drejtën. Jam konservator. Është shumë i bukur, do me thëmë për brezin ton. Është shumë i drejt. Unë kam një djalë të vogël, e kam më të shkafët se i madhi, për shembull. Edhe ai në qoftë se do lë takim me vajzën, një vajzë, e kam vërë e merte makinën më të vjetër të servisit edhe dilte në takim. E kam bëvi dhe tipun atë. I thash, pse e bën? I thash unë, do me thënë. Tha, mami, në takimin e dytë nuk vjen ajo. Tha, se më shikon me benzin e vjetër. Kështu që kohët... Po që nga histori e bukur kjo? Po jo, pra, unë e kam... Po kam po videotipën, burë. Po që nga shumë e bukur? Vajtë me makinë të keqe, si pranoja. Djali ka BMW. Po pra të po e them, pra. Edhe jam pajtoj me gocën që ti sa goca të kojnë të bjeri qelë. Shumë interesante kjo që tha Gjulian. Është realitet, në fakt, nëse ka goca që duan domosdoshmërisht nuk e di se çfarë, ka dhe djem që i përgjigjen. Pra në një lloj mënyre, ka. Barabartë janë ata. Sepse janë... Një brezja. Jam me ty, pra. Një brezja. Si përgatitet terreni, nëse sot vajzat kanë shumë kërkesa, pikërisht sepse djemt nuk kanë vendosur edhe ata limitet e tyre në çfarë mund kërkojë një partnere përballë teje. Domethënë sot meshkujt janë bërë si, nuk e di ç'të them. Ka dhe shumë të si nga fshati i gruas. Ata janë një pjesë shumë e vogël e meshkujve. Janë pa fat se u plakëm ne. Se nuk e arri në romantikët e pandrejtë shumë. Kompromisi që arrin të kenë me vajzat. Se nuk ja plotësojnë dot ato teka. Por them që ka dhe vajzat mira, se gjunat po pra, po nëse janë të fiksuar, ti nuk do të marrësh me që ka vajzat mira, diskutojnë që ka vajzat mira, por ne po flasim për një trend shoqëror që është i qartë. Del goca në televizor dhe thot, pos që buri thot në nivelin tim, thot për qa e dua? Niveli, ajo është ajo. Qa do me thë nivel? Atë po sjaron, qa është niveli? Aspekti financiar, pra asgjë tjetër. Po si e buri bankjerë smartor? Se për libra. E dun të ryshe, jo të them unë ty. Ata e dun me llamarin të shtrenjtë që t'jenë mbi 200.000 euro. Po pra. Sepse llogarit që... Që në aksident mos desin. Po, një dhurat që mund të marrë unë për shumë, thot, ajo të kaloj minimale ke 50.000 euro. Kjo fillon, bazike. 40 veta janë deputetë të parlament. Gocat, pra, e kuptuan që mendoj. Jo, unë të ndërhyt pak të gazi se më pëlqen shumë fjalori sotëm. Nuk thuhet 200.000 euro, as 50.000 euro, thuhet 200k, 50k. Kjo është shumë interesante, është një formë interesante komunikimi. Dorim se është që e marrin për keq, kupton? Më ti e merr për ti nga kombinati. Po ke kombinatit, po. Ai gjys kombinatit do të them në gjë për dy ose. Po ça dushu goci se njishi. Po është një po. Nuk rritet goca gjithë jetën me biçikletë tani, çfarë po? Po tash më mirë zhalës biçikletën se në tjetër. Po gaz me atë merrti. Dgjoj, tani folët për gocat. Flasim që për qunat, qa kërkesa kanë qunat? Ha të keqa. Se edhe qunat... Po në oriento pak se që të themi për ta. Ja të them unë. Thuaj e gatë. Kur bëhe dy